Mos lëviz. Mos lëviz. Lutem që duat, ha? Mos lëviz. Lutem. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, erdhëm këtu në emisionin e 6 të ciklit Buzëqeshjet e viteve. Arkivi ju na fton në një shëtitje të gjatë në fushën e bukur të humorit shqiptar, por nuk është vetëm arkivi. Siç na keni ndjekur nëpërmjet ekranit të televizorit, unë këtë emision e drejtoj së bashku me kryetarin e Partisë së Bashkimit që bën fuqinë, zotin Karafil Lëngu. Por me keqardhje njoftoj se zoti kryetar ka rënë në një puzë të thellë dhe me sa duket e ka tepër të vështirë të dalë prej andej. Por të paktën për ndihmën që ka dhënë emisionin ton, të tërë kemi për detyrë që të interesohemi rreth shëndetit të tij. Kështu që unë po mundohem nëpërmjet telefonit të lidhem me zotin kryetar dhe të marr vesh se si është gjendja e tij shëndetësore. Alo? Alo, Alo zoti kryetar, nga studio televizionit ju flasim. Përshëndetje, konsideratën time më të lartë këtej nga poshtë zonjush e nderuar. Akoma në pus jeni zoti Karafil? Në pus, më çup në pus, me sa shoh partia jon iku si kov pusi. Po si të ndihmojmë zoti Lëngu, mbase mund ta thoni se ku ndodhet ky pus? Po nga ta di ku nuk e marr vesh ku kam rënë, si kam rënë dhe pse kam rënë. Kemi njoftuar të tërë kryetarët e partive për fatkeqësinë që ju ka ndodhur. Ashtu, ë? Faleminderit shumë faleminderit, po kot jeni munduar më çup. Kush e di sa do jenë shqetësuar. Në fakt, deri tani asnjë nuk e ka vënë ujë në zjarr. Ashtu, ë? E po s'kan vaj, kur s'ka ujë çfarë do vënë në zjarr. Po nejse, juve vazhdoni pa ne, vazhdoni pa partinë tonë, ecni përpara çup, vetëm përpara. Miru pamshim. Të nderuar teleshikues, do të na falni, por her pas here ne do të lidhemi me zotin Karafil për të marrë vesh diçka më shumë rreth gjendjes së tij shëndetësore. Por në pritje të një bisede tjetër me zotin kryetar, ju ftoj që të ndiqni një material që i takon estradës së qytetit të Fierit. Ky material titullohet Telefoni i ri, ku do të interpretojnë aktorët Luftar Paja, Hasan Bregu, Xhuli Kulla, Arqile Lipe e të tjerë. Ky material i takon vitit 1982. Ju ftoj që ta ndiqni. E po, telefonin e ri ta gëzoni. Dëgjofshi vetëm të mira e thënë që vetëm s'jariki. Të lumt goja e demo. Ama telefonin në shtëpi duhet. Që pyeto demo, nuk ka lehtësime të madhe. Edhe ne do ta vëmë së shpejti, edhe në shkallën tonë bëhemi 6 telefona pastaj. E do la fosemi bashkë. Po, është i mirë është ato. Të kënaqë, ha? Të thashe demo, nuk ka lehtësime të madhe. Pyet, kur vjen treni, Shesh. kur niset filan autobus, ose të merr djali e të thotë, sonde mos më prishni se do vonohem. Ashtu është. Kollaj lëkun e kaki që rrata telefon, ha? Po që e ndjen tamam lezetin ër demo, ja do ta marrës ti e do mjafsh të drejt mua. Kur bie shi. Qa?
Shi e shi. Shi u vu, litar për jashta. Rrezik ti lage tjetri gjua në goj. Ti këtu nga brenda, merë në telefon. Na u mbush shtëpia me të mira o shaq. Ate i them plakës. Hajde, do qash me? Qatë mungon? Nuk di qatë më kërkoj. Nuk di, Po sot e di që vajtit e gjupa jo? Nuk ish hiq as një punë. Vetëm që të më marrë në telefon gjandej. Po se, nuk keni volur nda njërë me njëri tjetrin, në? Jo, ka patur raste kemi folur gjanë, po. Në si dhe ndrika, ne kemi, duam të lafosemi njërë me telefonat tana, demo. Ashtu është, letësi e madhe për ndërë. Që pjoto demo, po vereni. Ja, plaka. E kujtuome dhe doli. Urdo, moj! Urdo? Bie zilja po s'ka njeri, Mirë. I them unë. Kërkoj të kom shi unë si për nesh. E mirë, qka? O, po të kënaq, Urdo, nuk jam unë, jo. Vani, shajtma të thras. Jo, po shajtma të bore. Ja erdi. Trokito, nuk ka njeri. Kur të vinj, tu marrë gjandej, Mirë. Ja, e kërkoj tjetri se gjeti. Da porosile? O, po, hiq mos e zgjata, është letësi e madhe për ne. Jo, po të vinde deri këtu. Po. Ate këzura dhe. Gëzuar kjo. Mirdita, do t'ju lutesha shumë prunjësisht desha të thosha të më falni për bezdin që mundu shkaktoj. Urda e fol, Trifon. Desha të beja përsëri një telefonat. Natën, ditën, kur të kesh qef. Ju jam i njos. Alo, garancia? Trifon Leshnica jam. Ju njoftoj zyrtarisht se televizori im nuk funksionon. Nuk pasqyron asgjë, vetë të miza dhe bëzh. Dakor, mbra me rregulluar, sot rezultoni pa rregulluar. Të lutem shumë i dashur shok, ky është fakt. Fakt! Dëgjoj këtu po të them. Çka? Punoni pa ndërgjegje ju shok të garancisë. Pa kualitet, pa responsabiliteti minimal. Po, këtë e them me kompetencë absolute. Ky mos ju duket tani ashpër, Ligjërata ime i dashur shokë e ka mirësjelljen në çdo rrokje, në çdo gërm. Mirë, ja prisni, unë po e provoj. Mos u largoni nga ricivitori, ju lutem. Kafsh, para historike. Mos e mjullni telefonin, ju lutem. As për të më lutem do të kthehem në qast. Sa të provoj diçka që më rekomandoj tekniku. Hej, zjo Trifon, si duket e ka prishu qefin televizori di. O, po, për fat mirë ju ka juve këtu afër, që do ishte munduar deri te garancia. Qka? Vërdet. Kishit patur shumë të drejtë. Pa. Absolutisht në rregull. Kisha harruar pa futur fillin e antenës prapa. Trifon, po. Të më falni për bezdin që nuk e meritonit as pak. Idiota, duhet ta keni mendjen edhe tek antena tani. Që ishte ky më? As ditën e mirë nuk na tha? Po ma se do vi prapa dhe mo. Ore, po s'të mori plaka. Po do këtë marra e po e ka gjetur zed me Trifonin edhe. Plaka. Mere dhe. Qyshe të marë? Mere të talemi një qika. Po qyshe të talemi po? Mere. Po mire po unë s'di qatë i theme, qyshe i theme? Ke ka bërë numri, thaj. Po ashtu. Alo, ke ka... Kërkojmë prapë të komshimë këtu si për neshe. Ta shojmë. Jese e kipa nuk ishte. Ta shojmë prapë. Shije prapë. Ej, gjori shaqo që gjeni. Të rjetën korierë ka punuar. Dolje dhe pension po zanati. Prapë nuk ishë. Nuk është prapë. Shikojni, thot mos eshte i vlaj, ka në 6.
aty. Nuk janë as ata. Nuk janë as ata. Ja, na ka lej kyqet. Ama letësio t'i shaqo letësi, po paska dhe të lashem duket, Shletësia demo me qafsh. Ka 5 ditë që kemi vënë, po na dhe mi gjunjët. Po mi iku dhe plaka, se kur kam atë, herve të lajmëroj unë, hera jo, po. E jo. Sot ma punoje, ma beri me hile. E jo ndërzi dhe ti. Ja ta them unë, i beri bisht korje lekut. E mos u mërzit, mos. Po shtë mos mërzita, ma demo me qafsh. Po isha mire bukura, beja e në një pune, lexonja e në një libre, më dhe mi gjunjit nga të njitrat, e noskat e gjistrinve nga trokitrat, demo! E s'ka gjet. Pa me ndo njerë kur binde shi dhe ti flise që brenda, Jam byta kot, që kure kemi ven, s'ka renas një pikshi. Ama ti shaqo vuon se nuk prish do të qejt. Ha, po të vjen zorë, mëre, demo, vëllaj. Po të ketë në një halë tjetri, në një punë shëndetja, në një lajmëthirje për ushtria, po hajde de, po kotër e demo, kotër. E di qa do bejo, demo? Do ta marrë vetë plakën e ti them të vi. Ta kem pëndime? Her unë, her ajo. E mirë, qka? Gjashaqjo! Bo. Kush është kjo tjetër? Zeli, haja. Gjashaqjo! Hajde, Zelo, hajde. Nuk e pas ke plakën? Jo. Si jeni ju, Gjagja? Mirë faleminderit, si e zot trote, po si ke fëmi? Na djallose, demo. Pse? E kemi vajzë të pamartuar, Zelon. Do na i shëmtoj palatin kur t'na i marën. Po kjo e pamartuara? 2 vjetë e fejuar, po e shëndarë me të shoqin. Grindeshin. Ha, Zelo? Ja, dua të marrë dike. O, Zelo, të marru një hera dikën time, pasaj merë tja dikën të ndë? O, ta një kujtove ti Gjashaqjo? Tjetër ditën këtu, telefoni ytë është. Po imi maj po, s'po marrë asë një herë. Të marru njerë se ashtu është puna. I thonë që është jetë e kësaj times. Dua të flasë me Kaso. Kaso e shi fijuar i dytë, si duket po regulore prapë. Kaso! Shtoni! Gjeje kush jam? Nuk e gjen dot? Jo. Gjeje. E gjete. E gjeti. E gjetje, shaqo. Shqyqyr që e gjeti. Ta priste mendja që do të marrë në telefon? Jo, unë për kundrazi. Kisha një parandjenjë të madhe që do të marrë. Sa interesant, që është teletapia. Si? Edhe unë ashtu e thash. Jo. Nuk po flas nga telefoni ynë. Po flas nga telefoni Gjashaqjos. Nuk dua që të më dëgjoj babaj. Ti do numërin e telefonit? Do të më marrësh? Mirë, ta japun. Gjashaqjo, shpejt numërin. Numërin? Numërin e telefonit. Luaj e demo, luaj. Qaj? Ose vaj mend ashtë të menshme. Po dhe ti adërbar ke vëm telefone si mban me numërin, Po e kishim të shkruar në një copë paket o demo, po se... Oho! E ka marrë plaka që të më marrë gjandejo që e marrë të lumi e marrë. Po si nuk e mban më numërin të në gjanë. Po pe e gjerimu e ti që pësa ti? Nuk e mban më në Gjashaqjo. Shti bësh? Që kemi? Po, më thamë. Kaso ka bërë ca poezi të bukura, po nuk ja botoj. Gjena, Një ke atë? Pa ma lexoj njërën prej tyre? Po dëgjoj. Hajde, Hizoro. Ju kur do ta vini atë, mo? Ke?
Telefon. Na muaj tjetër. Po na ka dhënë shpresa do na anullojnë. A do shpëtoni? Po mbaroj gjitha I lem që tu bëllë. Shumë e bukur. Wow, gjynati se pëlqen. Po kjo duket që ka karakter të theksuar heretik. Si? Edhe unë ashtu e thash, erotik. Po, është telefoni I ri. Akoma nuk punon mirë. Nuk është shtruar. Tani, dëgjo. Më falni? A mund të dilni pak në balkon? Në balkon? Ose ja. Nuk dalë më I qupe si kur të përmbyset. Unjë t'je unjë. Le ta marrim vesh të gjithë kaso. Të dua. Po prijema Gjashaqo, 5 herë të ka marrë plaka në telefon. Të delizën, Ja. Ha të folë këtë telefoni im, se e kam lënë hapë. Taksirate këtë në katën e 6, po... Hajde, Gjashaqo. Kok. A merre këtë. Gëzuar. Mirë se erdhët në pus. Zoti Karafil, nuk e ndjeni veten mirë? Jo. Jo, po nuk e marrë vesh si erdha. Nga erdha, pse erdha dhe kur do dalë prej këtej. Nuk i kujtohet se si erdhët deri këtu. Pardon? Nuk i kujtohet se si erdhët deri këtu? Jo. Ha? Si jo? Po. Duke gjetur dollar. Ha. Dola te zyra, gjeta dollar. Po. I mora. I mora. Vazhdova në tutje. Ha. Gjeta prap. Prap I mora. Zbrida në përshkallë, gjeta prap dollar, prap I Do të mora. thënë, gjej dollare futu më thellë. Gjej dollare dhe futu më thellë. Po kështu kanë hyrë të tërë të pus. Futja është e lehtë, po dalja është e vështirë, zoti I lënë. Ai? Jo, thash. Pas me. Sigur. Kujdes du. E gëzuar. Ky pra është pusi ynë. Është një pus I vjetër që nuk I dihet koha se kur është shpur. Sa I thellë është? Aq sa nuk I duket fundi. Vetëm kujdes mos biesh brenda. Ndërsa sipër Ha. Është gryka ti. Nuk duket gjë. Nuk duket se sipër grykës ndërtuar një godinë e madhe, e cila ka qenë një seli partie. Seli partie? Aha. Partia ka pasur lidhje me pusin, komunikonte? Do e mos. Aha. Por do? Jo, asgjë gjë. Po mirë, po. Kush e ka ndërtuar këtë pus? Ne? Kush ne? Unë ti ai. Të gjithë kemi kërmuar nga pak. Ky është pusi I ligësive, I mleveve dhe I nateve shqiptare. Pak më shkoqur se nuk e kupton partia jonë. Për të mos të gjuar ata lartë, ne gjithmonë jemi futur skutave dhe bodrumeve. Mirë po edhe aty nuk kemi qenë fare të sigurt. Atëherë jemi futur thellë, kemi kërmuar thellë dhe më thellë, për të mos të gjuar ata lartë. Planet e liga që kemi thurur ne, këtu poshtë. Kush I ka thurur këto plane? Unë ti ai. Kush më shumë dhe kush më pak, të gjithë kemi thurur plane si t'ja idhim atij tjetrit. Partia jonë
nuk ka thurur plane. Partia jon ka endur plane si e si ta ndihmoj atë tjetrin, si e si ta bëj të lumtur atë tjetrin. Të lumtur atë tjetrin. Këto thuhen aty lart. Si poshtë, si lart partia jon ka menduar gjithmonë po popullin. More maskara. Ju lutem pa ofendime. More sa lëpirës. More hajdut, urdha. Ti nuk e berile? Nuk ja ke edhe ndonjë miku apo shoku tënd? Pra dhe ti ke ndihmuar në hapjen e këtij pusi të nëndeshëm. Po kush e çpoi i pari këtë pus moraman apo nuk dihet? Sipas gojdhanave, ky pus ka nisur të gërmohet qysh në kohën e ilirëve. Ndoshta edhe më përpara. Ky pus është shumë i vjetër, ja 4000 ca vjet. Po këto anekset e pusit janë? Këto tunele dhe badrume të nëndeshme kanë shërbyer dhe shërbejnë si ambiente shllodhëse. Historikisht, këtu kanë pirë kafe të gjithë inatçinë shqiptar, të majtë dhe të djathtë, komunistët dhe ballistë, demokratët dhe socialistë. Kush e di se sa gjëra të nëndeshme do jenë gatuar në këto tunele dhe bodrume. As mos më ndoni që ta mësoni, zoti Lengo, se sa më shumë përpiqemi të mësojmë historinë e këtij pusi, aq më e panjohur atë lejo. Ma po unë as dua që t'ja di fare. Por unë kam hallin tim dhe të partisë që na rëshkiti këmbë dhe thyem qafën në këtë pus. Në këta tunele dhe badrume historikisht është fshehur flori. Jam fshehur edhe armë, zoti Lengo. Floriri dhe baruti gjithmonë kanë qenë nën këmbët e shqiptarit. Ku ke rënë e ku je futur o karafil Mavria? Ku ke rënë e ku je futur, ku ke rënë, ku ke rënë, ku ke rënë e ku je futur, ku këte ja? Ku je futur, ku je futur, ku je futur, ku ke rënë. Alo, zoti Karafil? Alo, zoti kryetar, më dëgjoni? Alo? Është e pamundur, me sa duket të nderuar teleshikues, valët e celularit nuk arrin të shkojnë dot deri poshtë në pusin e thellë ku ka rënë zoti kryetar. Po ndërkohë, në pritje të një lidhje tjetër, natyrisht për të mësuar dhe revigjonisë së tij shëndetësore, ne do të ndjekim tani një material që i takon trupës së estradës së humorit të qytetit të Durrësit. Ky material titullohet Provimi i Çupës, ku interpretojnë aktorët Ramazan Njala, Fadil Hasa, Aisha Stari dhe natyrisht aktorë të tjerë. Materiali takon vitit 1982. Ndiqeni. Mirë dita, grua. Mirë dita. Se kalove mirë? Mirë. Ska eni akoma? Jo e mira unë, jo akoma. Edhe me duket se ka diktim sot, e? Po i teza unë, po. Pse e zesa më? Moj, mos mora kos. Do ta marrë një 10 qupa sa se s'bën. Ku ta marri 10-ën, ma? Po nuk e diti që mësusja ka e natë? E di si i faja në fundit? Po të vë një natë, sepse ti flet shpejt. Fjallës për të thënë kjo more gaqë? Shumë mirë i ka thënë. Edhe vajza jonë flet pak shpejt. Sot ka Po gjatë. sot do të marrë një 10 edhe ta hedhi vajza. Mas kime rak. E zeza unë. Po Mos si qaj. kur të marri natë. Mos qaj. Iku medalja e artë. Po mos qaj për hatrin tim. Ku e ke gazetën? Gazetën? E me gazetë? Po pësore ke mund të lexosh gazeti sot që Çupa ka diktime? Qa flet me? Mirë dita. Mirë dita, babi, mirë dita. Ma Çupa, si dole sot? Mirë më duket. Si mëj? Mirë më duket. Një minut. Po pse më duket, mëj? Pse më duket? Ha? Babi, fjala makinë. Si është? Makina apo maqina? Si është, mëj? Por ja, babi, desha të them si shkruhet me k apo me q. Po, Si e ka thënë mësuesja më si tash? ka mësusja me k apo me q? A e tha me q? Po ti me siguri e Si, shkrojte me me k? Jo, me q. Me që? Oh, më rrëf, nga që doli vjeta. Që vetë, më që vetë. Mas e puth, se mas puthës do vi pickimi. E di unë e të. Sepse mua më duket që ajo fjalë shkruhet me kë, makina. Ajo le të shkruhet si të doj, por Çupa do ta shkruaj ashtu se ja ka diktuar mësusja. Mësusja ja tha me k, Po? ajo me k. Ajo ja tha me q. Edhe kjo me q. Ashtu. A me Çup si e tha mësusja me k apo me q? Me q. Dhe ti e shkrojti me q. Po. Avash! Avash! Vjeta, vjeta! Ja hollove thashit, ja hollove! Po si kur mësueset ta ketë provokuar, ketë provokim. Korba! Ha? Ha, si të dush pasë? Korba! Sa herë të ta shkruaj fjalën time në diktimën?
3-4 herë. Bu 3-4 herë. Po ti të 3-4 herë me qesh shkrete? Ta për të mundja më mami. Bo. Sa e nga të tjemoj, sa e nga të tjemoj. Po të pak të shkoj që 2 herë me këtë, 2 herë me që, bosh që që gabim. Po faj se ka gjohë, faj në kam susja, që shkoj jep fjallin më makina, të hapë në bicikleta me karroca. Gajo! Po me 4 gabime nuk me rastet, Marina! Ule, qatit, ishala me 4, jo? Po, se huto vajse, ha dirë të ke pabi. Po mirë, nuk e pyetët mësusën ju? E pyte mor babi, por e o tha një herë flitet në diktim. Ju thatë kalim, ju thatë të saj. E o flitet në diktim, po jo s'po bën të diktime, po bën të lojnë e telefonit të prishë. Gajo, bëj diçka. Do të bëj, bëj, ka qkoj, ka t'ja maj, këtë pysë. Nuk e di. Po, e gjeta. Fërë. Jepi, përcër. Po. Alo, më falni, familje fërë. Më falni. Dhe më thonë, jeni familja e mësusës Leni? Lena, Ha, faleminderit. Si? Si? Është një zëplake, moj. E më vjera, është Vjera. Urno? E mori i shoqi me maqinë. Si? A vash thuj edhe më nga këtë fjallën në funit. Si? Me... Bo, nuk i din as me kë, as me që. I në visi dhëmë si ka të vëna, po ha. Alo, Neno, thuj kështu nga dalë, me replay. Si? Jo më thej, që të më thej unë. Unë po thëmë replay, jo më thej. Si? Do më thëmë, e mori shoqi me maqinë. Faleminderit, me maqinë. What të më shatë kishën, babi, se e tha dhe 10-ën. Si më e tha 10-ën? Ere? Po si? Po e vjerë tha që e mori shoqi me maqinë. Pasaj? Do më thonë që e familje nuk i dajtë qës, e thonë qitë që... Do me thonë 10-a! E erdi medalja! Erdi, të keshën e 10-ës, do më thonë të keshën e babit, të mashën t'i këtë babit. Hajde, urdo, hynë! Ullu këto. Unë gjatita, Gaço. Urdo. Unë gjatita. Urdo. Më falni, a ka mundësi me më dhënë pak veglat e rrujës? Urdo, se veglat e rrujës janë shumë. Qa doni ju? Doni sapunin? Jo. Doni furqën? Jo. Po që doni? Unë dua ato që të ruajnë. Ate pra, ate këtu? Ha, se e qënë të thuje? Ha, më thuje fjallën, këtu, si Më quhet? falni, më duket që po bëni shaka me mua. Jo, duhet të dim nga goje jote si thuhet e fjallën. Ajo quhet makinë. Urdo? Makinë. Me kë? Po. Skam, e në me pasur t'jep që. Gajo! Iku 10-a, Gajo! Iku 10-a, po, s'ka bëjmë vajzë. Hajde, urno! Tunja tjetani. Tjetër. A ka mundësi të më ktheni pak makinën e mishit? Si? Thuje një herë dutëm shumë. Tash, makinën e mishit desha pak. Masinën! Ta marrish. Gajo! Jepi jo vetëm të vetëm po dhe tonë. Pa tjetër. Të grimish për të gjithë më halë. Faleminderit. E tha dhe 10 të moshet ligët babi. Masinën, ta japim ne. Ti për të kotë, me kë, hik kur dush. Më falni, por kjo është dialektalizëm. Urdra, më falë. A ka mundësi të qep një 2 gjëra të vogla në makinën tënde? Urdra? Thash, a ka mundësi të qep një 2 gjëra të vogla në makinën tënde? Në makinën tënde? E në provë, jere thu makinën, jo do makinën. Thuje sa këtë dushën, si o që punë. Po s'ka rëndësi o Gajo se me kë se me që punë. Ka rëndësi shumë, se në rëndikë 10 e gotës për prejturësh, se s'ma të rëndësi i thuje mirë. Me kë përmi që? Po ta një saktë, me di se i thonë mashinë. Si? Na dulë shëje ime. Ku shkëllë? Ne përmi që? Kjo është barbarizëm. Po që barbarizëm ne përmi kjo? Barbarizëm, more. Unë e kam tim shojq trenist. E di se i thonë? Mashinist, treni. Do me thënë, mashinë, mashinist. Po jo, më sa nga protë që më sa. Gajo, iku 10-a, Gajo. Po marë qa iku 10-a si. Gajo. Iku një gjyshe, po ta mi iku gjyshe. Masuloni se jeta una. Ha më që dje? Ja ka marrë fjallorin. Po, ha më letëzoje fjallorin. Në fjallor thuhet makinë. Babo, iku 10-a, Gajo. Ja, po. O dojgjën, pa halasa ka dalë flaka mirë, përprit. Shiko, këtu shumë. Kthej edhe një këtë në fund fare? Pse? Faqen e fundit. Se ka nëjë që gabimesh, ma se ka gabimet. Ha,
Ja çfarë thot këtu? Nuk duhet luftuar për vjetën, por për jetën. Ja Nikoj, jemi nevojshëm shumë. Më falë ti, Gaço, vek letërojës nuk po mi jep. Tu një tjeta. Tu një tjeta, që tu një tjeta, hik ma e mene doli nga dorët 10 ti thot tu një tjeta. Hajde, hes babi, që sta më në. Po më duket vetja si në katakombat e Parisit o zoti Neli. E po, çdo shtet ka katakombet e veta nën tokë. Nga njerë më duket se në Shqipëri më tepër është punuar nën tokë se sa mbi tokë. Po kemi nën tokë të pasur o zoti Neli. Nuk e ka fjalën për pasuritë nën tokës. Edhe unë e mora vesh, po kështu i takon të flasi partisë tonë. Do na lësh atë me të partinë tënde ti? Dakord. O zoti Neli, po çe ngatroni partinë tonë me këto puse dhe tunele. Ju lutem. Dollarat i dashka partia juaj. Kurse për tu ngatruar nuk doni, po kjo po të shuaka. Marrje dhe dhëni. Na, nem, na. Na, nem, na, po në fund dikush e ha. E po kjo po të shuaka. O fiton, o ha. Hajzor. Tani le të njihemi më me hollësi me pusin tonë. O zoti Neli, po e mora vesh çfarë pusi është ky. Të lutem shumë, çfarë kërkoni nga partia jove ta mbyllin këtë mesele? Dora se ta them. Fillimisht shikoni me vëmendje rendit dhe sendet që janë varur në muret e këtij pusi. Këto sendet e këto rendi janë zbuluar gjatë gërmimeve që janë bërë historikisht në këtë pusë. Ja për shumë. Kjo është përkrenarja e Pirros së Epirit. Kjo? Kjo. Po kur ka pasur këtë përkrenare? Si vdiq nga një tull që i ra në kokë xhanëm? Ashtu është, po në kohën që tulla po binte nga lart, Pirros ju kruhet koka. Oqi përkrenaren dhe hëngri tullën kokë. Për një të krojtur. Për një të krojtur. Po, kështu është kur të kruhet. Ndërsa këto janë zinxhirët e Skënderbeut. Këto? Po. Për turqit, ha? Jo. Me këto prangosi nipin e vet Amzan, se i doli tradhtar. Tradhtar? Pa që po heq ky vend, ka 500 vjet që i dalin tradhtar. Si nuk ju sosën tradhtarët këtij vendi, mora man. Ndërsa ky, po ky cili është? Ky në mos gabojmë është i jati i Selamit. Eduard Selamit? I Selam Musajt. Aha. Lesh? Po, lesh nga guna e Selamit. Po sikur e ka pasur të zi Selami. Po është thinjur, kanë kaluar gjithë ato vite. Po kjo tepsi? Axhi Qemil. Për byrek? Për kadajif. Qënë ka vërtet një pus muze tepër interesant. Sa më thellë futesh në këtë pus, aq më thellë futej me historinë tonë. Po ne nuk na intereson historia të tjerëve. Na intereson historia jonë. Po pse kjo nuk është e jona? Jo, e kam fjalën për historinë e ne të dyve. Di që jemi ne dyve. Pa i kemi thënë njëra të zoti Neli, ju jeni mafios, dërsa unë kryetar partie. Ja, unë mafios, po ti je hajdut edhe i poshtë. Edhe kjo qëndron. Zua. E di që ne të dy kemi qenë edhe miq, edhe armiq? Armiq. Kështu kanë qenë dhe prindrit tanë. Prindrit? Pa. Nuk e. Pa, merre çika të sahanin pak dhe ato dy lugët. E shikon këtë sahan pak dhe këto dy lugë? Në këtë kanë rënë për shesh me dhall baballarët tanë. Baballarët e kombit? Çka marrë baballarët tanë, imi dhe yti. Kanë qenë shok, kanë qenë tamam si vëllezër. Ashtu, ha? Kanë qenë shok. Ore mos kanë qenë vëllezër tamam. Jo, kanë qenë shok të ngushtash. Do me thënë, ti je djali i shokut të ngushtë të Timeti? Po pse s'ma ke thënë, more Neli? Ta kam dhënë more zoti Karafil, para 25 vjetëve aty në burg. Po ti atëherë flisi me gjuhën e Kamzhikut edhe të Shkopit Gomës. A çregjimi poshtër që ka qenë, more. Na ndau nga djemt e shokëve të ngushtë të baballarëve tanë. Kanë ngrënë për shesh. Cila ka qenë luga e babait tim? Ajo e madhja, e mbante gjithmonë në brez. Kurse ajo aty, shiko. Është pushka e babait tënd. Cila është pushka e Timetit? Ja, kjo këtu. Kjo? Pa. Këtë pushk ka mbajtur në duart e tij i mat. Pa. Me këtë pushk i mat ka qelluar mbi okupatorin? Ato nuk e di. Po e di që me këtë pushk i tat ka qelluar mbi baban tim. Nuk ka mundësi, Neli. Ndërsa me këtë pushk i mat ka qelluar mbi baban tënd. Do me thënë, ti mat nuk e kanë vrarë gjermanët? Ja. Do me thënë, ata kanë rënë dëshmor duke vrarë njëri tjetrin? Pa. E mira është që ne të dy ngelemi miq. Dhe mos të trashëgojmë armiqsinë e baballarëve tanë. Ashtu them dhe unë. Mirë po, ja që kushtet, rrethanët, marrëdhëniet, intereset na detyrojnë që herë të jemi miq, e herë të jemi armiq me njëri tjetrin. Luga.
pushka. Luga për mikun dhe pushka për armikun. Me këtë ha, kurse me këtë e ha. Alo, zoti kryetar, më dëgjoni? Alo? Jo, është e pamundur për të lidhur me zotin Karafil, megjithatë në pritje të një bizete tjetër me të, ju ftoj që të ndiqni 2 materiale. Imrama, si jeni, si duket? Mirë, si kaloni? Erdhe zoti më? Erdha. Imrama, si duket jeni mirë, si kaloni? E ç'është ky Tamerlik? Apo ke qenë në Amerikë? Yes, of America. Oh. Gjuhën e pas ke thaj. E thaj fare. Po çfarë deklaratësh ke dhënë atje në Amerikë? Po. Kam dhënë një deklaratë. Takova Claudia Schiffer 13 minuta kokë në praninë gazetarëve. Dhe e kam ngëllit gjithë natën pa praninë e gazetarëve për ca probleme 2 palqe. Oh. Po jemi se s'kam kohë se kam punë, se kanë ardhur njerëz për mua si jeni si duket. Është dhe viteri. Çik populli planet kemi thirr këtu. S'kam punë fare të tjeta si jeni, si kaloni mirë, si duket mirë. Gjithmonë me këtë hujën? Ja kam marrë dorën. Ashtu. Të tjeta si jeni mirë, si duket. Sa shqiptarëve pse i pran. S'kam punë me tonat fare. Kujt i ke dhënë lafe për martesën e ke rrejt? Asnjërs. E ke mashtruar. Asnjërs Kosta, lutem shumë. Vlerasja është viteri, njerëzit presin për mua, kupton? Presin. Të njohin njerëzit. Njohin pra, pse çka? Njohin se çka këtyre je. Çka këtyre, çka ka bërë? Çka ke bërë? Kujt i ke dhënë llafin? Asnjërs. Asnjërs. Po kjo që është këtu në tavolinë? Ku e ke dhënë? Shive ku e ke. Ku? Ka në studio se e mori vesh i të vishit këtu. O ai tha unë gjallë. Ashtu? O dërgugo se uj. Kosta? O Kosta? Unë. 1 minutë. Mos o manjake se të vrasin to, kompan Ameriku. Nuk e di, me mu sold mirë. Mi më ta marrë me të miru? Ajo sektori apo? Një më pak të ne mirë, jo mos ka problem. Ta morim ta çojmë shtëpisën me mirë, një më çik. Goqa gjaqit? Goqa gjaqit. Goqa bukur. Goqa bukur e got. Goqa bukur. Goqa bukur. Goqa gjaqit. Goqa gjaqit. Non, goqa gjaqit. Goqa gjaqit. Goqa bukur. Goqa bukur. Goqa bukur. Si boga goca, u bobu, filloj me fërku. Goqa gjaqit. Goqa gjaqit. Ku e gjete gjaqin ti me gjaqo që bugjetove me rokë shteti. Gjaqi kur pi kafe me natë 30 herë. Goqa gjaqit. Pse s'benda një që merë me karboratin, një kanoshe vajgu i shka 10 vjetë. Goqa gjaqit dhe goqa bukur. Që do të bëjë gjaqi për ty me që te kish do nga gjaqi ti, ha? A do të kërë gjaqi parti? Ti dhe emendat? Si ka emendi? Vera? Partia Vera. E majmë 2 muj, bëm 2 mitingje, i fusim sa renën e mëllë. Jo. Ska sa e shketa? I mbo shumë parti, në goqa gjaqit. A dje gjaqi i burë të mi? Ja. Po ka grumullu i thes me letër me vlerë. Martohu i muj, daj e burin, na, ma e thesi. Të dua ty, una. Po, jo, mirë, zdo letër me vlerë. Orit për qinja me, orit për qinja, zdo. Goqa gjaqit, o goqa gjaqit. A ka gasmo njëri tu gjaqi? Ha? Ta mor gjaqi peng? Zde gjaqin s'ken, jo, ka grupin, Chuck Norris. Goqa gjaqit. A do të bashkjetën mi, modern, bashkjetes, ha? Do në 3 kalimim qeftas. Një e majnë, 2 që me skafë itali. Jo, zda, të fri ka skafë. Ullë, goqa gjaqit. Goqa gjaqit. A do të mirë gjaqit ke shpia me ke balkoni, ke pavati, 3 erojnë drog, kanabis. Po që kemi martove tentate, kalemoj të tuj, kalemoj të kalemojve, kalemoj të komshive, ato që të prën, i fut me përqinje. Edhe ju me rash rahat. A do me dalë mismi, goqa gjaqit, a do me dalë mis. Të nxjerë gjaqit ty, me parë unë zjerë plakën ti me mis, jo ty. E zda, që misë kjo se ka mene farë. O, goqa gjaqit, sa e vogël qike, e zu gjoni duke kapa. Goqa gjaqit. Nuk deli gjallë prej me. Kosta, një minut po peshëm. Zdije si përfundot puna ime sonë. Po. Është në viti i ri. Unë gjatë gjithë jetës time kam marrë qafë shumë femna. Për të rujtë familjen kam një amanet. Mos më hapni dosjen. Hajde, mënë. Hajde, u lodhe? Qa të bëjnë? A keme në shumë? Jo, e në pak e në më rritën. Se s'po marrë në gjuhët. Hajde, mënë, hajde. O të ke gjenona, gjithë morën dhe vetur, po ti se morën të sot veturë? Po që kemi, mëne, pse lodhë, me në ndi?
I ka menon ato gjona? Hesti, Mirë. Ashtu dhe? Shit, më shit. Qa po më shofin syt? Teze bie. S'pa njeve? Ja. Qoni sa njezme? Qyqa. Si jemi teze bie? Si peqa? Mirë. Mirë. Në shnet mirë je? Mirë. Mirë thot ky. Shitqa. Po ju si pa e qoni? Po ju si personi. Mirë mi teze, mirë. Jemi rregullu mirë. Kena morë dyqanet, i kena dhonë në qera. Po jetojmë si mretit mi teze, si mretit. I mi gëzofshit. Falim njerës, po iki se kom punë teze. Hiki. Zojmë që e mirë të keqen. Ju e pafshim. O të keqen, nana. O të keqen. Hese edhe pak jenë, edhe pak. O të keqen, nana. Edhe pak e në Që mrejnë. ka regulluar shumë i sanjes. O rregulluan, pa. Po ne. Pa hec mi mame mëse lodh menen, i ka menon ato gjona, hec. Keqen, nana. Ashtu. Shi, kush pa vjen. Po këte e njeve? Jo të keqen, nana. Kush? Gose Nuri jesmi? Si jetë se bie mira? Nuri jesmi në pas kom shi. Mirë. Si a qon? Mirë. Mirë thot ky. Po ju si pa e qoni? Pyte. Po ju si personi. Bukuri. Kemi marrë tokën afër shkollës, se kemi dhënë me qira dhe po jetojmë për mrekullit Zotit. O të keqen, nana. E gëzofshit. I pafshit harin. Hika, miru pafshim. Hajde ju pa, falja. E më shumë. U rregullu gjithë dynjoja. Po puna jonë si të shkoj. Po që keri ti? Pse lodh menen? E ka menu unë. E si? Ta kalzoj unë. Dëgjoj këtu ti, zoti kryetar. Po tentove edhe njërë, Digësh, do të bëj atë që s'ta pret mëndje s'ta pret. Po se kërko Digësh? A, pra pse? Ko, mëndja. Ne të dyja, jemi vlezër. Po, hajde gëzuar. Armë mbandi? Mban në armë me vete tash. Ta vash. Unë jam kryetar partije. E, bra. Urdhë, na mere këtë. Që tu? Për të mbrojtë. Nga kush? Dhe unë. Po, a tham që jemi miq. Po e tham, pra që ne të dy jemi edhe miq, edhe armiq. A pra, dakord pra. Ore, zotin Eli, qa ke ndërmend të bësh? Njema, asgjë, tani ne dy jemi miq. Miq pra? Po, bërë para kemi qenë armiq. Armiq, po kemi qenë si miq. Po ka qenë dhe regjimi poshtë. Të thashe lama të fundet, tani jemi miq. Dorën këtu. E, po, mas 10 minutësh të bëhemi armiq. Po pse të bëhemi? Sepse jemi miq. Po se do të bëhemi armiq? Po se përsëri prapë mund të bëhemi miq. Po pse kështu do vazhdojmë ne o zotin Eli? Njerë miq e njerë armiq? Po ne si na bie më mirë? Të jemi miq si armiq apo armiq si miq? Tani të futemi në temë. Sjo, futemi se ma brej gjakun ujë o zotin Eli. Futu në atë të shkret temë. Ku do dalësh? Kjo sekretarja juaj e martuar është? Pse... Jo. E divorcuar. Ka një burin e ka francez. Jo, e ka arab. Jo, në fillim e ka pasur gjithë. Tjere. Kleopatra! Kleopatra! Zonjush, ju nuk dhe majtin, e hajde në faktu. Hajde. Mirë se erdhët. Urdhoni ulluni. Si jeni mirë? Mirë. Ju pëlqeu muzeu? Po, zotë kryetar, më pëlqeu. Është muzej i bukur shumë. Po. Tani, zotin Neli do të di diçka mbi burin tuaj. Ku e keni burin ju? Në Milano. Në Milano, zotin Neli, dhe është martuar me një gjermane, tani më kujtua. Në Milano me gjermane? Po, dhe ka një djalë kines. A më shpegoja si është puna e kinezë. Po, zotin Eli, para se të njej me gjermanen, burin ka pasur një kineze me të cilën pati një fëmijë. Më pas kinezi u kthye përsëri në Shangaj dhe fëmijën jela tim shoqi. Tani me që Gjermania shumë e pasur, ka marrë një grua rumune që i mban djalin kinez. Me një fjalë lesh shqiptaro kines, zotin Eli. Si e quajnë të shoqmi? Recep. Regji shkurt. Po kështu thuaj dhe Regji, do kemi punë me këtë Regjin më vonë. Më falë, zotin Eli, po unë nuk flas me të jemi të divorcuar. Sa problemi, e bashkoj unë. E bashkon kë. Dgjoj. Kjo ka dhe një arab. E di. Edhe të arabin këtu në tave kemi. E di dhe arabin, e? Tani mund të shkoni, mund të shikoni. Shikoni, muzeu. Vazhdojmë. Faleminderit dhe ju. Kurse juve jeni bërë gjysh, zoti Lango. Gjysh e çfarë gjyshi se? Gjysh me një nip japonez dhe me dy mbesa, një spanjolle dhe një meksikane. E di, atë që ju jeni këtu në Shqipëri kurse jo të shoqja është në Gjermani.
Edhe këtë ditë keni? Si, di edhe atë tjetrin që gruaja juaj është martuar me një Gjerman Helmut von Schneider. Po për ato të shkreta dokumenta, o zoti Neli. Po, për dokumenta, po e di që tani është reatuar mirë me atë Gjermanin. Pra, ke parti që po i pëlqen shumë Gjermani. Haç do na marrin qafë, do na bëjnë një Gjerman të vogël, do na bëjnë. Më fal. Kjo e mbushur është? Po. Ashtu, e mbushur. Po ju keni Po shi. Jo kaq desh. Tani të hyjmë në temë? Prap do futemi në temë? E njihni ju atë Helmutin? Puri mirë më duket. Gjermani urt, Gjermani but, më duket. Ai, urt, po në 44 ka qenë këtu në Shqipëri, bile ka luftuar kundër baballarëve tanë. Gjithmonë të? Shtoni, zoti Langu, jeni i sigurtë? Shumë i sigurt. Po na martojnë gratë me armiq tanë, mora man. Të futemi në temë tani. Prap do futemi. Më shumë se sa kaq o zoti Neli. Tani do të futemi dhe do të zhytemi thellë, se ja vlen sepse luhen miliona zoti Langu. Përqendro. Më shiko dhe më dëgjoj me vëmendje. Rudolf Schneider është bosi i madh i Big Man Airlines, që është një agjenci avionësh në Hong Kong. Ka mbi 100 avion. Rudolf Schneider është djali i Helmut von Schneiderit, pra është i biri i plakut Helmut Schneider, domethënë burrit të gruas së ndër që kanë në Gjermani. Çfarë bie me këtë Helmutin ti? Bajanak. Bajanak? Po, shu i bie Bajanak. Dakor, mirë, Bajanak. Tani përqendrohemi mirë. Unë do të hap këtu një agjenci avionësh. Mirë po? Duhen avionët. Dakor. Ju kanë informuar keq o zoti Neli. Partia jonë sinqerisht nuk ka asnjë copë. Mos më ndërprit. Big Man Airlines mua më ka dhënë 10 avion, mirë po bosi i Big Man Airlines i harroi të më jap dokumentat. Pra me fjalë, mua më duhen dokumentat e avionëve. Po avionët ku i ke? I ke marrë? Po, ja këtu rrotull në aeroporte të ndryshëm në Greqi, në Itali, në Maqedoni. Kam edhe 2 këtu në Shqipëri. 2 në Shqipëri? Po. Edhe këto pa dokumenta? Do e mos pa dokumenta. Po pse nuk e bën targat këtu? Domethënë dokumentat. Falco, ç'a thua ti? Nuk të lejon njeri të u thosh jashtë e falco. Ashtu, ha? Po. Po mirë, nuk mund t'i përdorësh brenda Shqipërisë? Po. Si? Si, duke hapur linjën Rinas Qafan, për shembull, ose Aniotit. Mos më ndërprit tash. Tani cili do t'i marri dokumentat? Ju shkon në mendje ju, zoti Langu? Mos, ne s'po marrim dot dokumentat e partisë. Mos më ndërprit. Dokumentat do t'i marrë Yoguho Yamako Soseki. E di cili është këve? Është kunati i vajzës tënde që ke të martuar në Japoni. Si e ka emrin ai dhëndri ju? Një minutë. Edhe bislis, më shpejt. Dhëndri Miguel Fernandos Martinez González Fuento. Spanjolli ky. Spanjolli. Japonez. Japonezi e ka, më fal, Nasume Yamako Soseki. Bravo. Kështu e kam të shkruar dhe unë këtu. Pra, Yoguho Yamako Soseki është villai i Nasume Yamako Sosekit që punon në Hong Kong tek agjencia e Rudolf Schneiderit që është djali Helmut Schneiderit që është buri i gruas tënde. Bajanaku thua, se si duket sikur thua buri i gruas tënde. Bajanaku, dakord. Pra, me i fjalë ti bën një telefon gruas që ke në Gjermani, edhe ne të dy vemi në Gjermani. Po, në të njëjtën kohë ajo i thot të shoqit të marrin telefon djalin që kanë në Hong Kong, Rudolf Schneiderin. Po në të njëjtën kohë vajza juaj i bën i thot të shoqit që të marrin në telefon kunatin, domethënë vllajin e të shoqit që kanë në Hong Kong. Do shkojmë për vizitë ato. Po, shkojnë ato aty, shkojmë dhe neve, edhe kështu së bashku bëjmë planin si të marrin dokumentat. Dakord. Po sikur ta bëjmë kështu. Shkojmë të gjithë në Hong Kong. Po. Bëjmë një muaj plazh. Ka plazh aty, po. Unë marr gruan time, marr edhe çupën edhe kthehem në Shqipëri. Juve rini në Hong Kong edhe merrni dokumentat. Je karagjoz gjithë. Karagjozin marri kur
Ka gjë si marrë që jem zoti Karafil. Të lutem shumë këtu duhen miliona. Miliona. E kuptova. Miliona. E kuptova, duhemi dhe ne, mbarojmë të punë qartë. Dakor. Po mirë, pastaj mund të vete unë në Spanjë. Po te vajza? Po pastaj nga Spanja mund të shkoj në Meksik? Po. Alo, zoti kryetar. Zoti kryetar, më dëgjoni? Alo, urdhroni. Akoma në pus jeni? Jo, dola tani, dola. Ashtu, po na gëzoni, po ku jeni tani? Po fluturoj. Po fluturoni? Po. Po për ku kështu? Në Gjermani, nga Gjermania në Japoni, nga Japonia në Hong Kong, nga Hong Kongu në Spanjë, nga Spanja në Meksik. Me çfarë po fluturoni? Me presh. Me sa duket, gjendja shëndetësore e zotit kryetar është keqësuar shumë. Por ne do të përfundojmë emisionin ton duke ju ftuar që të ndiqni aktorët e trupës së estradës së qytetit të Korçës. Do të jetë Aleko Prodani dhe aktorët e tjerë të kësaj trupe, të cilët do të ndiqnin në interpretimin e materialit Dashuria për drejtorin. Ky material i takon vitit 1984. Ndërkohë ne do të ndajemi këtu së bashku duke ju kujtuar natyrisht edhe takimin të shtunën e ardhshme. Natën e mirë të gjithëve. Koço, hajde pak lutem. Në desha të pyes, si shkon ti me përgjegjësin? Unë me përgjegjësin? Po, ti pra. Shumë mirë. Kështu, je i ri serios kështu? Përgjegjësit? Serios kështu. Po varet zonë, po unë jam dhe tip serios, pse mos e di? Po mirë, dakord, nëse je serios, dakord, s'po të thyej në këtë. Po mirë, po si është puna, pse pyeti? Para pak ditësh bëm një piknik me drejtorin aty. Dhe kam frikë mos e kam tepëruar, domethënë. Si ke tepëruar? Më duket. E ke kritikuar? Jo, kam frikë mos kam shfaqur ndonjë shenjë. Çfarë? Mos i pun servilizmi, po të. Servildi. Jo, po nuk je. Po nuk je servildi, po më dukesh ti që se servildi. Faleminderit, po do të vetë. Mos e diskuto. Po mirë, më ta shoh. Mos vemi, në mesat fyllim do vemi, atje ku djeli dhe bota nuk ka shen. Atje ku djeli dhe bota nuk ka shen. Të roj me të gëzuar, të lumtur dhe të shetër. Sa e më nështë, kjo jet me dashuri. Si se po këndon shoku drejtor. Ua zë të bukur pas drejtor. Hiç të kërëm. Që të vegjël, më Sa e më nështë, kjo jet me dashuri. Ti ai fotografi një kujtim nga ekskursioni. Hajde. Po, bukur. Qes. Ja me hajde. Ja dhe një këtu se ka i sot të bukur. Mblidhu. Gati? Po. Ja me shëndet. Ja edhe një post tjetër. Hajde tjetër. Gati? Ja. Qes nesti. Me shëndet. Dhe tani jam mendimit bëjmë një lojë, dakor? Të lojë për poshtë. Sa më shumë të. Po jemi dhe në gratë drejtor. Mirë, atëre po vazhdojmë me bes. Dakor, ku zhojmë në mes? Më mirë të luaj me kungulleshka, si thoni shok. Ja po i unë shokin. Jo shoku drejtor. Juve keni dhënë shembull personal. Në vendin tuaj do të futem unë. Jo, do ty ai që do t'i bën letra me brim, dakor? Tani si ka një këtu. Përjashtoj drejtor. Po pse ta përjashtojmë? Pas tjetër mos marrë ti. Mos. Lena tash. Mua nuk më ra. Mua. U dashka t'ja për shku do shëmbullin personal. E ka dhënë shashalma. Në vend ti do të futem unë. Jo, do ty ai që ra letra me brim. Hajde drejtor. Po ikon në Po ikon. Po s'ka vezë të kontasin drejtor, më vetë mos i nivel. Po ikon. Agimi. Jo, drejtor, të rakoli që rën trofeja në kokë. Po pse mos kur bëmi të tërë si kënd të disën E ndërmarrje. po në lojë jemi onesti tani. Në loj, po jo të godasin drejtorin pa pakrash. Atë Marku Xhili dhe unë ta godas drejtorin. 4 muaj. A kemi parë, kemi parë. Hajde, ti shoku maço kërkon të pyesësh frymën e kritikës nga poshtë lart. Po nuk pyes. Unë e godas drejtorin ti ve krispa këtu e në ministri. Pasoj, Më të godisja apo është invazion? Po unë të godita më shoku drejtor, unë të godita. Mos tregon se do të përjashtojmë galon. S'më përjashton drejtori kur vetëm me vonesë do më përjashtosh ti mua. Vazhdojmë deri sa ta gjej. Niko paçi.
Alma! Po jo, mor drejtor, unë të godita përsëri. Po si nuk e ndin goditjen time, unë të godas kësh në mbledhje, ku do këshot të të... Vazhdojmë derisa ta gjej. Iliri! Po jo, mor drejtor, mo jo, të razana, moj zana, si godit këshu, si kur godit plaçka me kopan. Po në loj jemi dhe ti Në loj, edhe në shok mos godis një fort, se o t'i thënë do i mbrin drejtorit, o. Vazhdojmë derisa ta gjej. Largo, po vaj vrau. Nisi! E gjithë drejtor, po plasëm në fundër. Largoni shok, largoni. Lukas, që s'ko ka shfort në nasa shojtët? Kush godit ka shfort, Zhan? Po unë të godita leshti, unë. Po pas këtor të renda, drejtor.